për krijimin e këtij paneli të projekteve të infrastrukturave të mëdha, Major Infrastructure. Jemi tepër mirënjohës edhe për audiencën e zgjedhur, të cilët kanë patur interesin për të punuar dhe bashkëpunuar me palët dhe organet nga Shqipëria, nga rajoni, në nivel evropian dhe ndërkombëtar. Do doja të nisja me prezantimin e këtij paneli me emrat e përfaqësuesve të nivelit të lartë, në përbërje të cilit janë zoti Ergys Verdo, administratori i Kurudhës Shqiptare, zoti Ahmet Kastrati, administratori MBM Porto Romano, zoti Libur Naliu, të cilit ja urojmë edhe shumë suksese në detyrën e tij të re, si drejtor i përgjithshëm dhe ekzekutiv i autoritetit portual Durrës, portit më të madh të rajonit, për gëzime, dhe zotit Ardian Hackaj, i cili është administrator dhe bashkëadministrator i Institutit për Zhvillim dhe Bashkëpunim CDI Albania. Kemi dhe të ftuar të tjerë, të cilët mund të na bashkohen, sipas edhe seancës pyetje-përgjigje. Unë jam Enida Elezi, përgjegjëse për marrëdhëniet me jashtë nga e Kurudha Shqiptare. Në fillim do kem kënaqësinë që t'i drejtohem zotit Libur Naliu, të cilit do t'i drejtoja një pyetje të rëndësisë strategjike dhe ekonomike. Si do të ndikojë zoti Libur zhvillimi i portit të ri të Durrësit në Porto Romano në transformimin e rolit strategjik të Shqipërisë dhe synye logjistike dhe tregtare për rajonin? Faleminderit shumë, të nderuar pjesëmarrës, kam kënaqësinë që po ju drejtohem si drejtori i portit të Durrësit bashkë me panelin që jam i nderuar sot të jem këtu të flasim për kyçet nëpër korridore dhe në veçantë ku i tërë pothuaj rrjeti i rajonit, qoftë ai korridor, qoftë ai rrugor, e ka edhe një pikë nga e cila do të mbarë, do të lidhë drejt për drejt, e cila është porti i Durrësit. Aktualisht, në portin aktual të Durrësit, i tërë fokusi është transformimi nga situata në cilën jemi drejt portit të Porto Romanos, një projekt i cili është në vijim me vizionin e Qeverisë Republikës së Shqipërisë për zhvillimin e qëndrueshëm për Shqipërinë e po ashtu për gjithë rajonin. Porti në Porto Romano, njëjtë ashtu si porti i Durrësit që historikisht ka qenë port i gjithë rajonit, synon që të zhvillohet në një port modern me një thellësi të konsiderueshme ujore dhe që do ta vendosë Shqipërinë në një nivel të konkurrueshmërisë rajonale. Do të jetë një port i gjelbër që do të mundsoj një zhvillim të qëndrueshëm me sisteme efikasiteti teknologjisë moderne, me sisteme inteligjente për menaxhim të operacioneve portuale dhe me infrastrukturë të integruar rrugore dhe hekurudhore. Atë që e thash dhe në fillim, ky projekt do të mundsoj një zhvendosje graduale nga porti aktual i Durrësit në portin e Porto Romanos, i cili do të jetë port i mallrave. Ndërsa në portin aktual të Durrësit do të kemi portin e jahteve dhe marinës, i cili qyteti i Durrësit do të japë një zhvillim dhe do të japë mundësi të reja të zhvillimit të turizmit, pasi në formën, në pozicionin aty ku është, bashkë me zhvillimin që do të ketë për rreth, dhe me kyçen drejt për drejt për jahtet dhe portet, do të krijojë vërtet nga Durrësi të themi qytetin mbase më të bukur të rajonit. Lidhjet e Durrësit me rajonin do ta bëjnë këtë port në pozicionin historik çfarë ka pas për herë. I gjithë rajoni do të gravitojë përmes Durrësit në të dyja drejtimet ku mallrat përmes korridoreve aktuale rrugore që janë autostradat të cilat po zhvillohen dhe janë zhvilluar deri më tani, qoftë korridori 8, qoftë korridori Jon Adriatik, qoftë rruga e kombit që e lidh me Kosovën, cilat sot aktualisht bartin tërkohën mallrat dhe kontejner, e të cilat kanë nevojë që shoqërohen edhe me Kurudhën në mënyrë që i gjithë ky transport të jetë sa më i gjelbërt. Prandaj i tërë
ky zhvillim i rajonit, zhvillimi i qëndrueshëm do të marrë një impuls mjaft të madh me realizimin e projektit në Porto Romano. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ishte një shpjegim shumë i këndshëm, të cilin nga Porti i Durrësit ne do të mund ta zhvillojmë edhe për drejtimin në lidhje me Hekurudhën. Për këtë arsye, ja japim fjalën administratorit zotit Ergys Verdo për të na folur mbi projektin më të madh strategjik i cili është drejt finalizimit për Hekurudhën Tiranë-Durrës dhe Rinas. Zoti Verdo, sa përqind e punimeve civile është realizuar, duke qenë se është në interes të publikut, cili është aktualisht edhe statusi i projektit për rehabilitimin e terminaleve dhe stacioneve hekurudhore për gjatë zonës së projektit. Njëkohësisht kemi të ftuar në publik edhe të interesuar për fazën e tenderit për elektrifikimin e zonës së projektit Durrës, Tirana dhe Rinas. Në rast se më lejon, cilat mund të ishin dhe hapat që ndërmerren për rikthimin e stacionit të trenit në Tiranë dhe lidhjes me të, dhe duke qenë një projekt në fazë të avancuar të zhvillimit, çfarë bëhet edhe për skemën e biletimit për trenat udhëtar? Përshëndetje të gjithëve, faleminderit për pjesëmarrjen. Pyetja ishte një çike gjatë, nuk e di a kemi kohë. Kam për të folur shumë, edhe pse projekti është një nga projektet në TEN-T, në korridorin TEN-T të Bashkimit Evropian. Pra, Bashkimi Evropian është promotori i gjithë konektivitetit midis vendeve të Ballkanit Perëndimor. Dhe ndalëndyshja e pare e këtyre projekteve të financuara nga Komuniteti Evropian me bashkëpunim WBF-it, ashtu dhe bankave, institucione financiare siç janë EBRD dhe EIB. Kjo ndalëndyshje e parë quhet rehabilitimi i Hekurudhës së vjetër Tiranë-Durrës dhe lidhja me një linjë të re në aeroportin e Rinasit. Sot jemi në 90% të finalizimit të punimeve civile dhe në fundin e këtij viti ne do kemi përftuar këtë linjë të re. Në majin e vitit të ardhshëm ne mbarojmë dhe stacionet hekurudhore të gjithë linjës dhe merremi nga maji deri në dhjetor me kolaudimin e kësaj, me nobën, dhe viti 2027 është viti i operimit. Shpresojmë që 3 mujorën e parë të vitit të ardhshëm ne të linjë ta vëmë në funksion. Një nga komponentët kryesorë që ka kjo linjë është dhe elektrifikimi, siç e tham. Procesi i elektrifikimit vjen me një grant të WBF-it, që sot është përkthyer në Growth Plan, dhe një kredi e marrë nga EBRD-ja, në një shumë reciproke 13.5 grame, 13.5 kredi, do kemi një vlerë tek 27 milion euro për zhvillimin e kësaj vepre. Pra, ky komponent tashmë është në fazë tenderimi dhe në mesin e këtij muaji do kemi dhe hapjen e komponenteve teknik dhe ato të ofertave më pas të ofertës të tenderit. Pra, brenda këtij viti do marrim shumë shpejt se kush është fituesi dhe kush do ta zhvillojë të tender të elektrifikimit të linjës Tiranë-Durrës-Rinas. Ajo çfarë është komponenti kryesor është lidhja e stacionit qendror i cili ndodhet në kthesën e Kamzës, PTT-ja e famshme, me stacionin e ri të City Center Station, që është në stacionin e vjetër të trenit ekzistues. Kjo do ta bënte më fizibël edhe këtë linjë Tiranë-Durrës për shkak se konektiviteti i gjithë banorëve të Tiranës me një stacion vjetër i cili ka qenë
shumë komod për të aksesuar, si ashtu dhe për ardhen e gjithë turistëve nga Arinasi për të aksesuar qendrën e Tiranës në ish stacionin e trenit. Shpresojmë që tremujori i parë i vitit 2027 na gjejë në operim. Në këtë fazë të operimit në bashkëpunim me Bankën Europiane të Investimeve, nëpërmjet organizmit tyre Connecta 2, po merrem me studimin e operimit të kësaj linje, duke përfshirë aty dhe pjesën e biletës, çmimit të biletës transport, ashtu dhe mënyrën e funksionimit të trenave në të tre linjat, në tre pikat fundore që janë Durrës, Tiranë, ashtu dhe aeroporti Nën Tereza. Shumë faleminderit administrator. Ndërkohë do t'ja japim fjalën administratorit të MBM Porto Romanos, zotit Ahmet Kastrati. Zoti Ahmet, në qoftë se do të na lejoni të dim si mund ta përshkruani ju rolin e MBM në Porto Romano në procesin edhe të transformimit të portit të Durrësit në këtë zonë ekonomike. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Faleminderit për pjesëmarrjen, në kënaqësi të jesh pjesë e këtij diskutimi. Unë do të filloja duke thënë që procesi transformimit të infrastrukturës portuale në Durrës ka filluar shumë kohë më parë, jo vetëm sot që flasim për ndërtimin e një porti të ri në Porto Romano nga ana e shtetit. Ky transformim ka filluar që në vitin 2008, kur operatorët tregtuese të karburanteve u transferuan në Porto Romano duke ndërtuar pjesën infrastrukturore magazinuese në Porto Romano me kapacitete që kanë qenë gjithmonë në rritje, duke arritur kapacitetet magazinuese deri në këtë moment që shkon deri në 450.000 ton, duke përfshirë gjithë operatorët ekonomik që kanë bizneset e tyre të pozicionuara në Porto Romano. Patjetër që kjo ishte faza e parë, e cili ndihmoi dhe i dha një përparësi portit Durrësit duke larguar karburantet, hidrokarburet nga zemra e qytetit. Faza e dytë do e quaja filloi me zhvillimin e portit MBM. Porti MBM fillimisht për shkak të nevojave të tregut gjithmonë në rritje dhe volumeve që operatorët kërkonin të sillnin në Porto Romano, cilët kërkonin ardhjen e anijeve gjithmonë edhe më të mëdha, vendosi që të zhvilloj terminalin e hidrokarbureve më të madh në vend, ku ne aktualisht akomodojmë anije deri në 120.000 ton madhësi. Madhësi e cila është unike për rajonin dhe është e krahasueshme me tregje të tilla siç është dhe Malta. Nga viti 2020 në 2021, porti MBM ndroi pjesën e fushës së aktivitetit dhe u bën në një port multifunksional. Dhe këtu do e quaja filloi dhe faza e dytë e transformimit të portit Durrësit, duke i dhënë mundësinë që të largonte nga zemra e qytetit sërish pjesën e produkteve rifugjo dhe generale që nga ana tjetër ndosin ambientin, shkaktojnë zhurma në qytet dhe për më tepër trafikun e rënduar që gjithmonë ne kemi parë në portin që ishte i vendodhur në zemrën e Durrësit e liroi sërish. Zhvillimi deri tani në Porto Romano patjetër që ka ndihmuar zhvendosjen graduale të trafikut të industrial nga Durrësi, duke lehtësuar transformimin e tij në një marina turistike, çka ka sjellë, siç thash dhe më parë, përfitime të qarta dhe për vetë qytetin, reduktim ndotjes, zhurmës apo trafikut. Për më tepër, plani i shtetit shqiptar për ndërtimin e portit të ri në Porto Romano si një greenfield facility, brenda kuadrit vizionit 2030, synon krijimin e një kompleksi portual me rëndësi strategjike kombëtare dhe rajonale. Që kjo
gjë është sërish në sinergji me kapacitetet që porti MBM ka tashmë në funksion. Faza e tretë e transformimit të portit Durrësit, që ti lër hapësira të mjaftueshme dhe optimale fundore për zhvillimin e marinës turistike është zhvendosja e aktivitetit kontenjerëve. Dhe edhe në këtë proces, porti MBM do jetë një facilitator, le të themi, duke mundësuar pjesën e transferimit gradual të përpunimit kontenjerëve, ngarkimit dhe shkarkimit, fillimisht në portin ton, derisa porti i ri në Porto Romano i ndërtuar nga shteti shqiptar të jetë gati për operim. Faleminderit. Bukur dhe shumë faleminderit. Ndërkohë do kalonim ke bashkëpunimi që shoqëria civile ka me strukturat e tjera shtetërore dhe jo vetëm. Përpos që Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim, SDI Albania, ka një rol në monitorimin e reformas agjendave kombëtare, sipas mekanizmit që Komisioni Evropian dhe ndihma e huaj ka vendosur për Shqipërinë dhe rajonin. Në qoftë se mund të më lejoni, të i drejtohemi për një pyetje zotit Ardian Hackaj. Zoti Ardian, cili do të ishte në këtë kontekst të CDI Albanias në partneritet me strukturat e tjera shtetërore rajonale të nivelit evropian ndërkombëtar, njëkohësisht edhe si bashkëorganizator i Forumit të Konektivitetit të Tiranës, i lidhur drejt për drejt me rezultatet e agjendës së reformave kombëtare të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, cili mund të ishte shumë shkurt një përshkrim i rolit tuaj si lider i projektit Connected for Cohesion, të lidhur për kohezion, në statusin e tij aktual të nisjes prej 1 korrik 2025 me kozgjatje 24 mujore. Faleminderit Deni, është kënaqësi të jem në këtë panel, unë që përmbledh anën teknike e menaxheriale, por do të shtoja pak edhe dimensionet, do të thosha, politik bërëse të integrimit evropian. Projekti ose iniciativa Co for Co, që kemi filluar së bashku me gruat shqiptare, me gruat e Malezi, po edhe me regionet italiane të Puglia dhe Molise, është një projekt që vjen kohën e duhur për dy arsye. Arsye e parë është e përmendur zoti Kastrati, është objektivi 2030. Në 2030-ën Shqipëria dhe Malezi pritet të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian, edhe si tilla duhet ta kenë të harmonizuar në masa më të madhe infrastrukturën, po edhe legjislacionin ose aki komunitar. Kjo është e para. E dyta është që nga 2024 Shqipëria dhe Malezi së bashku me vendet tjera të Ballkanit janë gjithashtu pjesë e korridoreve core kryesore të Bashkimit Evropian tentikor. Domethënë të dyja këto zhvillime strategjike e kanë bërë të domosdoshme një koordinim jo vetëm mes vendeve të Ballkanit, vendeve kandidate Shqipëria dhe Malezi, po edhe mes vendeve të Ballkanit edhe vendeve anëtare. Kjo është e para. Ajo që është shumë interesante tjetër është që në këtë moment Bashkimi Evropian ndodhet në momentin e përgatitjes së buxhetit të ri 2028-2034. Ky buxhet ka për qenë i ndryshëm nga buxheti ekzistues, sepse do të bazohet në plane kombëtare për çdo vend anëtar, po dhe për vendet kandidate, edhe planet kombëtare kanë për të pasur projekte, ndër të cilat dhe projekte infrastrukture. Ajo që synon iniciativa jonë bashkëpunim me grudat shqiptare të Malezi është që këto projektet e infrastrukturës që do koordinohen ose do përgatiten nga vendet anëtare, në këtë rast mund të themi Shqipëria ose dhe Bullgaria, Italia ose dhe Bullgaria, të jenë të paktën të mirë njoftuar dhe të marrin parasysh edhe nevojat e konektivitetit ose ndërlidhshmërisë që Italia mund të ketë me Shqipërinë për shembull, ose që Bullgaria mund të ketë nëpërmjet korridorit 8 me Shqipërinë, Greqia, pse jo etj. Domethënë, kjo është një iniciativë shumë inovative që është vënë re edhe në Komisionin Evropian, që lidh së bashku planet e reja kombëtare dhe rajonale të partneritetit, domethënë mënyra se si vendet anëtare, se si Italia për shembull ka për të përfituar lek ose tolla euro nga BE-ja, dhe instrumentin e ri Global Europe, nuk do të ketë me IPA, për ata që e dinë çfarë është IPA, ka për të pasur Global Europe, në mënyrë që këto të dyja të ndërthuren në projekte që janë të harmonizuara, njëri t'i bie gozhës e tjetri patkohet në një farë mënyrë duke shprehur gjuhën popullore. Tani, çfarë ne duam
të bëjmë dhe kemi për të bërë është që së pari ndërtojmë mbi përvojën e projektit Sagov, që është zgjedhur një projekt farë nga Ministria Italiane e Punëve të Jashtme, e kemi implementuar së bashku me portën e Durrësit dhe më përpara, që ka të bëjë me konektivitetin, po konektiviteti detar, ndërlidhshmëria detare. Së dyti, do më thënë, së bashku me ekurudhat shqiptare të Malizzi, në bashkëpunim me rajonin e Puljes edhe të Morizës, qëllimi është për të përgatitur organizatat tona, ekurudhat tona, që të jenë sa më të afta në momentin kur instrumentet e reja financiare hynë në fuqi, po edhe në momentin kur vendi jonë do të jetë, fingers crossed, 2030-ën vend antar të jenë gati për të përballur dhe për të thithur maksimumin, për të absorbuar maksimumin e instrumenteve financiare të BE-s, nga të cilat neve mund të përfitojmë si vend antar. Nuk ka për të pasur në IPA, ka për të qenë fondet e kohezionit. Qëllimi jonë është që ekurudhat të jetë gati për të përthithur fondet e kohezionit. Një pikë tjetër që është interesante edhe për momentin, një nga to është Connecting Europe Facility. Për momentin, do më thënë, shumë e vështirë për të marrë pjesë aty, qëllimi jonë është që të jemi gati për të marrë pjesë. Një det tjetër është prodhimi të dhënave dhe informacionit që bazohet në data science ose shkencën e të dhënave, po dhe në artificial intelligence. Tash është e pamundur për të marrë të dhëna granulare mbi projektet e infrastrukturës, qoftë edhe kur financohen nga WBIF. Janë të dhëna në formë PDF, në formë HTML-je, por pare mirë mund të jepen në formë më të përparuar teknologjike që përshtatet dhe me artificial intelligence. Edhe dëshira që neve kemi, edhe që po planifikojmë, është që brenda 2 vjetëve të kemi mundësinë që të marrim pjesë në ndërtojmë skenare bashkëpunimi dhe pse jo, edhe për të përgatitur projekte aplikimit përbashkëta, për fonde në BE, në institucione financiare, po dhe fonde të tjera, për transportin e kurudor, me fokus transportin e kurudor, që nuk janë fonde të IPA-s për momenti. Edhe për ndaroj këtu për... Falenderoj. Ndërkohë që një nga aspektet më kryesore për cilat foli zoti Ardiani ishte edhe bashkëpunimi me portin e Durrësit, do t'i kthehem sërish zotit Libur Naliu me një pyetje e cila ka shumë interes. Cilat mund të ishin zoti Libur përfitimet kryesore ekonomike dhe socioekonomike që priten nga ndërtimi i portit të integruar dhe i parkut logjistik në Porto Romano për autoritetin portual të Durrësit, i cili ka vlerë strategjike dhe ekonomike për komunitetin lokal edhe për trekun rajonal. Ndërtimi i portit të Porto Romanos do të ketë ndikim jashtëzakonisht të madh në ekonominë e vendit. Aktualisht kapacitetet në portin e Durrësit janë 170.000 TEU apo kontejner në vit dhe me portin në Porto Romano kjo synon të rritet deri në 500.000. Fillimisht në fazën e parë deri 250.000, pastaj në fazën e dytë do të arrijë edhe deri në 500.000 TEU. Kjo do të ketë një impakt jashtëzakonisht të madh në nevojën për logjistik, pastaj është transporti, është magazinimi, zinxhirët e furnizimit, të cilat gjithë zonën rreth përqafë do të kenë nevojë për infrastrukturë, e cila i përcjell ato, dhe gjithsesi nevojë të madhe për krah pune, për punëtorë të profesionalizuar, e që do të ketë impakt drejt për drejt ekonomik dhe social në gjithë vendin. Po ashtu, komponenta tjetër, komponenta mjedisore, e cila në portin e ri, falë modernizimit që do të ketë, falë shpejtësisë së operimit dhe të transportit të kontejnerve, do të krijoj ndotje gjithnjë më të vogël, do të krijoj mundësi të zhvillimit të qëndrueshëm. Pra komponenta mjedisore nga njëra anë, ndikimi i madh social bashkë me zhvillimin ekonomik do të krijojnë mundësi të mira të qëndrueshmërisë e të gjitha këto duke pas parasysh edhe connectivity, pra kyçe nëpër korridoret që porti Porto Romanos do të lidhet qoftë me rrugë automobilistike, toksore, qoftë hekurudhore, me të gjitha korridoret të cilat e prekin Shqipërinë. Duke pas parasysh korridorin jon Adriatik, duke pas parasysh korridorin 8, të cilat të dyja janë tashmë në zhvillim e sipër. Lidhjet me Kosovën, që aktualisht janë vetëm autostradë përmes rrugës së kombit, bëjnë që
sot në portin e Durrësit rreth 50% e mallit të jetë i dedikuar për Kosovën. Autostrada e kombit është për herë e ngarkuar me kamion të cilë bartin kontejner, e po ashtu edhe lidhjet që do të krijojnë me korridorin Jon Adriatik, me malin e Zi, do të krijojnë mundësi që madje edhe mali i Zi përmes korridorit 8, përmes korridorit Jon Adriatik, të qarkullojnë mallat në gjithë rajonin duke pasur parasysh Shqipërinë. Pra, këto kyçe nëpër korridore do të krijojnë mundësi që ai 500.000 ton të ketë nevojë që të zhvillohet sa më shpejt, pasi gjithë rajoni në një mënyrë është duke gravitu drejt Durrësit, sidomos duke pas parasysh Kosovën sot dhe Maqedoninë e Veriut. Është vërtet shumë interesante zhvillimi i autoritetit portual me projektet e reja dhe të qëndrueshme. Ndërkohë do t'i jap fjalën Rishtas, administratorit e Kurudhës Shqiptare, zotit Verdo, për projektin strategjik dhe prioritar Vora Hani Hotit. Zoti Verdo, kur pritet finalizimi i prokurimit dhe kontraktimit dhe sa i përket afatit 2030, sa realist është vendosur ai? Projekti Vora Hani Hoti është projekti dytë i korridorëve TEN-T që Europa po implementon në Shqipëri. Pra rehabilitimin e gjithë rrjetit vjetër e korridor nga koha e socializmit në Shqipëri. Ky projekt, ndryshe nga projekti i parë, vjen me gjithë komponentët e tij. Pra përfshirë këtu dhe detail designin dhe pjesën e elektrifikimit, atë të Silent Telecommunication dhe stacionet e korridorit, që janë 12. Ky projekt është një projekt që lidh Tiranë-Durrësin në pikën e Vorës, në qytetin e Vorës, stacionin e korridorit Vorës, me Hanin e Hotit. Hani e Hotit është pika kufitare midis Shqipërisë dhe Malit Zi. Ky projekt është 120 km, ka 12 stacione të rehabilitueshme dhe një stacion i ri i dubluar në zonën e Lezhës, ku do jetë pjesa e magazinave të madrave në këtë stacion. Përsa i përket projekti ka, si thamë, detail design të mirë projektuar në fazat e tij. Janë gjithë veprat e artit, ku janë urat e rëndësishme të kalimit Drinit ose të Lumit Mat. Një tunel rehabilituar që është në zonën e Lezhës, që lidh Lezhën me Ballrdrenin. Kemi vetëm urën e Spatharas, e cila është për të lënë në fazën e dytë, ku projekti do marri detail design të mirëfill të kësaj ure, sepse kontrata që të lidhet është design and build. Sot jemi në fazën e parë, në përfundimin e fazës parë të tenderimit të kësaj linje dhe hymë në pjesën e dytë, ku kemi pjesën e ofertës teknike, po ashtu dhe të ofertimit çmimit në të. Shpresojnë që ky projekt të ketë një kontratë që lidhet në mesin e vitit që vjen dhe që të kapim sa më shpejt vitin 2030 në përfundimin e kësaj vepre. Faleminderit drejtor. Ndërkohë që audienca shtohet me përfaqësues nivelit lart, do t'i drejtohesha administratorit të MBM Kastratit, zoti Ahmet, sa i përket portit të MBM-s. A do të lidhet ai me rrjetin e korridor shqiptar, sipas masterplanit kombëtar të transportit në Shqipëri? Faleminderit. Porti MBM dua të sqaroj që për momentin është porti më i madh në vend, me kapacitete mjaft larta, që shkojnë deri në 7 milion ton për dry cargot dhe deri në 17 milion ton për hidrokarburet. Duke qenë se
kemi këto kapacitetet shumë të larta, më shumë se që ka nevojë apo mbështet pjesa vendore, tregu shqiptar, ne patjetër që duhet të penetrojmë në tregjet rajonale, në Ballkan, në Maqedoni, por edhe në Serbi gjithashtu, pasi tregu serb është një treg shumë më i madh se tregu shqiptar. Duke qenë se infrastruktura e portit MBM është e ndërtuar nga fillimi, vitet e fundit, ne kemi përfshirë në infrastrukturën tonë ndërtimin edhe të rrjetit hekurudhor të brendshëm. Pra në momentin që rrjeti hekurudhor kombëtar është përfunduar dhe është ndërtuar, ne patjetër që do jemi të lidhur me këtë rrjet hekurudhor kombëtar, i cili do facilitoj pjesën e arritjeve edhe të kapaciteteve të infrastrukturës tonë. Faleminderit, këto janë lajme dhe njoftime shumë pozitive për zhvillimin e infrastrukturave të mëdha në lidhje të hekurudhave me të gjitha portet, aty ku është e mundshme, dhe qendrat e logjistikës. Teksa do t'i drejtojmë zotit Ardian Hacaj për partneritetin se çfarë përfaqëson zëri i publikut në këto projekte. Zoti Ardian, në partneritetin që Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim SDI ka me hekurudhën shqiptare dhe atë malazeze përmes projektit që sapo ka nisur, i bashkëpunimit ekonomik Itali-Shqipëri dhe Malizi, i cili promovohet në nivel të lartë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë dhe Malitëzi, po kështu dhe nga autoritetet lokale italiane, siç janë rajonet, teksa Agjencia e Ndihmës së Huaj gjithashtu ka një kontribut të jashtëzakonshëm, sa pak, në zonën e këtij projekti të para aderimit në Adriatikun Jugor, teksa promovojmë të gjitha veprimet e bashkëpunimit me sekretariatin e përbashkët dhe autoritetin monitorues nga Italia, Shqipëria dhe Malezi. A mund të na thoni cili në fakt është niveli adekuat i koordinimit me shtetin antar të BE-s, Italinë, i cili do të synohet të sjellë përvojat e tija më të mira dhe ku konsiston ky nivel i bashkëpunimit nga dy qarqet, rajonet e Molisës edhe të Puljes, për vendet kandidate siç janë Shqipëria dhe Malizi përmes projektit zhvillimit rajonal. Është pyetje shumë interesante për vetë faktin që më lejon të vënd pa një nga tiparet të inovatorët kësaj iniciative, në sensin që është një nga iniciativat e vetme ku mblidhen bashkë kompani publike, siç janë hekurudhat e dyja vendeve, pushteti lokal, siç janë rajon italiane, po edhe think tanke, siç është në këtë rast Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim. Kjo jep mundësinë që të krijohet një kontekst ose do të thoshe një petridish që i mundson jo vetëm implementimin e ideve inovative, po edhe zbatimin e tyre në një formë do të thoshe më origjinale. Pika tjetër e koordinimit mes do të thoshe një partneriteti kaq heteroklit është edhe fakti që neve ndodhemi në ndërprerjen qoftë institucioneve publike me Bashkimin Evropian, ne punojmë shumë ngushtë me DG Regio për shembull dhe me politikat e reja të kohezionit, qoftë edhe me kuadrin e ri të financimit shumëvjeçar ose multi-annual financial framework, qoftë ju e përmendët edhe më përpara me autoritetet shqiptare me SASPAK-un, i cili koordinon vendimin e huaj. Domethënë, ky projekt neve na jep mundësi që të vendosim aktorët shqiptar sistemik, siç është në këtë rast hekurudha shqiptare, për të qëndruar në Shqipëri, dhe për të mbështetur, për të ndihmuar më sa kemi mundësi, domethënë që të jenë sa më eficient, qoftë në lidhje me detyrimet që do të kemë për të përmbushur në lidhje me Bashkimin Evropian e para, akia i kapitullit 14 dhe 21, e dyta për të përgatitur për instrumentet e reja financiare, qoftë gjatë periudhës si vend kandidat, qoftë mbasi do bëhemi vend antar, po nga ana tjetër për të mbajtur një pozicion sa më profesionist dhe sa më korrekt edhe me autoritetet shqiptare që koordinojnë, implementojnë, monitorojnë dhe kontrollojnë ndihmën e huaj siç është në këtë rast SASPAK. Vërtet, edhe shumë faleminderit. Ndërkohë do t'ja jap fjalën zotit Liburn Aliu. Zoti Liburn, në çfarë mënyrë mendohet nga ana juaj si autoritet portual i Durrësit përfshirja e gjithë partnerëve rajonal, si nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi dhe jo vetëm, edhe sektorit privat,
në funksionimin dhe në zhvillimin e mëtejshëm të parkut logjistik në zonën e lirë ekonomike në Porto Romano me zhvillimin e projektit të ri të kargove të madrave të APD-s. Po, porti Durrësit dhe portin e Porto Romano tashmë është konceptuar si një platformë bashkëpunimi ndërinstitucional dhe ndërregional, dhe një ndër shtyllat kryesore të projektit është ndërtimi i terminalit logjistik dhe tranzitor i cili do shërbejë si nyje për shpërndarje, magazinim dhe përpunim të madrave në të gjithë rajonin. Pra, edhe njerë lidhjet e portit të Porto Romanos me projektin cili, sa po përmend, me Hekurudh, me Suktin dhe me autostradat ekzistuese, do të krijoj mundësinë e lidhjeve edhe me Malin e Zi, edhe me Kosovën, e pashtu dhe Maqedoninë e Veriut, dhe tërë kjo do të shpije drejt krijimit të zonës së lirë ekonomike, do të mundsoj pra me përmes stimujve edhe atë tërheqjen e investitorëve, edhe vendor, edhe të huaj, i cila do sjell edhe mundësi për zhvillim. Po ashtu në fazat më fatmesme parashihet që përmes pasi këto lidhje kanë marrë tashmë rrugën e vet, të zëmë edhe krahas lidhjes hekurudhore me Malin e Zi, dy republikat, Republika e Shqipërisë bashkë me Republikën e Kosovës kanë arritur që të bëjnë së bashku studimin e fizibilitetit dhe dizajnin preliminar për Hekurudhën që i lidh këtë Hekurudhë me koridore tjera përmes Kosovës, me koridorin 10 dhe pashtu koridorin 8 përmes Prishtinës dhe Shkupit këtë rast, kjo krijon mundësinë e krijimit të dy porteve të thata në një të themi periudha fatmesme, e cilat do të jenë të themi porte të thata të portit të Durrësit që do të krijojnë edhe si habe të qarkullimit të mallit drejt të rajonit në të dyja drejtimet. Ju falenderoj, është jashtëzakonisht interesante zhvillimi i këtyre projekteve, të cilat janë të rëndësisë rajonale dhe transevropiane. Ndërkohë do kaloj në një drejtim tjetër, hekurudhor, i cili është në zonën e Durrës, për Rogozhin. Është sipas strategjisë evropiane të Adriatikut dhe të Jonit. Zoti Verdo, do t'ju drejtohesha juve për një pyetje të arsyeshme. Mbi çështjen sipas projektit i cili sapo ka fituar një grant prej 60.5 milionë euro nga struktura e investimeve të Ballkanit Perëndimor, cilat do të ishin hapat e radhës për këtë projekt sipas një kalendari të studimeve të projektimit detajuar, përgatitja e dokumentave të tenderit dhe elektrifikimit të tij. Projekti tretë. Projekti tretë i TEN-T Network që Europa është koridori 8 dhe pjesa e Durrës Rogozhinës, pjesa e pare e këtij koridori në territorin e Shqipërisë. Ky projekt është, siç e tham, 34 kilometra, ka një financim gati gjysë për gjysë grant dhe financim nga institucionet financiare. Lider në të projekt është Banka Europiane e Investimeve, në bashkëpunim në co-financing me pjesën e IBRD-s, se cila për tyre ka ndënë një financim rreth 30 milion euro se cila, dhe 6 milion euro të tjera janë pjesë e grantit të akorduar nga WBIF. Detail design është i përfunduar, tashmë ne presim mapjen e këtij tenderi, dhe duke qenë se është në distancë e shkurtër 34 kilometra, shpresojmë që të ecim në një rrugtim dhe në një përfundim siç edhe Vora Njotit ka. Pra, në gjysmën e vitit që vjen, mund të kemi një kontratë lidhur, dhe më pas kjo do vazhdo dhe të përmbledhin, sepse duhet të përmbledh portin e Durrësit, fillimin e një detail design i cili lidh portin e Durrësit, Porto Romano me Suktin, pra me segmentin Tiranë-Durrës, dhe më pas ky do bëhet pjesë e koridorit 8 dhe atit Vora Njotit, i cili do lidhet me koridorin e 10, siç tha, dhe nëpërmjet Tuzit deri në Nish të Serbisë.
Kjo do ishte, koridori 8 dhe Vorani Otit do ishte e ardhmja e një konektiviteti të mallrave në Shqipëri. Pra, porti i Durrësit, Porto Romano është habi 5 në Mesdhe. Ai që do përpunojë gjithë mallrat në Mesdhe dhe do t'i çojë nga Adriatiku në Detën e Zi, sikurse dhe nga Adriatiku deri në pjesën qendrore të Ballkanit. Po ashtu, lidhja e projektit që neve përfunduam vitin e kaluar atë të Durrës-Prishtinës, ku nismëtar ka qenë drejtori në atë kohë ministër i infrastrukturës në Kosovë. Dy qeverit si shqiptare dhe kosovare financuan gjysmë për gjysmë projektin e fizibilitetit dhe atë të preliminar, ku varianti kryesor i këtij projekti ishte ai i lidhjes Shkodrës me Gjakovën. Pra, ky projekt ka një piknisje nga porti i Durrësit, por intersekton projekt në Shkodër, është missing link nga Shkodra në Gjakovë. Kjo bëhet për shkak se Kosova sot si një vend motor i Shqipërisë akseson diku në 50 deri në 60%, mos le të gaboj, gjithë mallrat e ardhur në portin e Durrësit, spedicioni i tyre është e lidhur me Kosovën. Projekti bashkangjitet dhe një projekti i cilën Kosova ka bërë, që është porti i thatë i Prishtinës, ai sapo deklaroi dhe drejtori, dhe do ta vendoste në një pozicion kyç Kosovën dhe do kishte shumë ndërveprim me mallrat e ardhur në këtë habin e 5 të Mesdheut, që është Porto Romano. Lidhja e ngushtë e dy vendeve shqipfolse është dhe aksesimi i këtyre dy vendeve dhe për turizëm. Pra, në gjithë këto vitet një impuls deri në 50% të financave që ka turizmi në Shqipëri i ka nga aksesimi i gjithë banorëve të Kosovës. Dhe për këtë u bë e mundur dhe rruga e Kombit, e cila sot kësa dite është një rrugë lidhëse midis dy shteteve, por një ekurudh ka munguar. Dhe kjo do të ishte shumë e mirëpritur të ndodhte dhe të financoheshe nga një organizëm absolutisht që po. Duke lënë te ekurudh, që mund dhe ta vazhdoj drejtori më vonë, unë do kisha dëshirën të flisja edhe për koridorin e 8. Koridori 8 shumë i mirëpritur në këto 30 vitet e demokracisë, dhe dha mundësia Shqipërisë të lidhet deti Zi me detin Adriatik. Spedicionet do ndryshonin e mallrave, do ndryshonte karakteri në momentin kur ky korridor të funksionon. Pra do kishim një transport më eficient, më të sigurt dhe më të shpejt në gjithë territorin tonë. Ajo çfarë përmbledh gjithë projektet e ekurudhës dhe që është risi për Shqipërinë është që një gjithë transporti ekurudhor do ishte 100% i elektrifikuar, pra green dhe shumë i shpejt. Flasim për ekurudha cila do ecin me 120 km/h dhe pika që kapen në një nga që edhe Shqipëria është e tillë, është shumë e vogël për të aksesuar, atëherë në fund të gjithë këtij operacioni që ekurudha shqiptare po ndërmerren, në bashkëpunim me qeverinë ashtu dhe me Komisionin Evropian, në vitin 2030 parashikimet janë që 30% e trafikut të ulet dhe ndotja në për rrugët tona nuk do jetë më ajo si më parë. Faleminderit. Drejtori, ju falenderoj. Ndërkohë kemi marrë vesh që ka dhe një projekt i cili po studiohet për lidhjen Rogozhin-Fier-Vlorë dhe aeroporti i Vlorës. A mund të më thoni 2 fjalë shkurt publikut edhe për këtë projekt? Ekurudha shqiptare ka ndërmarrë një iniciativë
për një segment të vjetër, i cili nuk gjeti vend në korridorin e 8, atë të lidhjes Rogozhinës, korridori 8 me qytetin e Vlorës. Qytet bregdetar, ku ai ka një port, absolutisht ka tashmë në vitin që vjen do ndërtohet dhe një aeroport internacional dhe interkontinental. Ka ndërmarrë një studim fizibiliteti dhe një projekt preliminar. Mbas këtij studimi do shkojmë direkt në pjesën e detail designit, i cili do maturoj projektin. Ne po interesohemi gjithashtu dhe për gjetjen e financimit në organizmat ndërkombëtar, në Komisionin Evropian, sepse ky projekt praktikisht është 94 kilometra dhe ka një po themi vlerë të konsiderueshme në ndërtimin e tij. Por lidhja e aeroportit të Vlorës me Vlorën do financohet nga buxheti i shtetit për shkak se një transport multimodal në një aeroport internacional që shërben gjithë pasagjerëve të aeroportit do ishte eficient dhe sustainable. Është me të vërtet për të përgëzuar, administrator. Ndërkohë do t'i drejtojmë një administratorit tjetër të MBM-s, i cili thotë, kohët e fundit u mor vesh se ka pat disa vizita ushtarake në zonën ekonomike të Porto Romanos, duke qenë se publiku është shumë i interesuar dhe i ka ndjek lajmet e fundit. Çfarë përfaqësojnë në të vërtet këto vizita të lidhjes së mobilitetit ushtarak, edhe cilat do të ishin zhvillimet më të fundit edhe në terminalin e hidrokarburave të industrisë? Faleminderit. Gjatë muajit shtator, porti MBM pati nderin që të pres një nga anijet luftarake komanduese të flotës amerikane USS Mount Whitney në një vizitë 3 ditore zyrtare. Kjo vizitë dëshmon nga ana tjetër aftësitë tona operacionale, por edhe rëndësinë gjeostrategjike të Porto Romanos, siç ne po e diskutojmë në këtë panel. Gjithashtu përveç vizitës së luftanies amerikane, gjatë këtij muaji ne presim dhe një vizitë zyrtare tjetër të një anije luftarake të Mbretërisë së Bashkuar, që quhet HMS Richmond, duke nënvizuar më tej rolin e portit MBM në sigurinë dhe në bashkëpunimin dhe bashkërendimin e punëve në rangun ndërkombëtar për mesdheun lindor. Për sa i përket pyetjes suaj të dytë, në lidhje me terminalin e hidrokarbureve, e preka pak dhe më parë pjesën e kapaciteteve që ne kemi, i cili është shumë i lartë, pra kapaciteti përpunues i terminalit ton të hidrokarbureve shkon deri në 17 milion ton në vit dhe tregu vendor, tregu lokal nuk është se suporton, por gjithmonë objektivi jon ka qenë që ta kthejmë Porto Romano në një hub shpërndarje dhe kjo gjë po materializohet më së fundi. Në bashkëpunim me gjigant botror siç është BP International, ne kemi filluar operacionet e transbordi, ship-to-ship transfer activities, që na mundëson të akomodojmë një anije që vjen nga lindja e mesme me kapacitete shumë të mëdha deri në 120.000 ton në sistemin ton të bovave që është në det hapur offshore dhe 2 anije tjera në pontilet e brendshme në port. Dhe bëjmë transferimin e kargos në formë likuide të karburanteve nga anija e madhe drejt anijeve të vogla. Këto anijet vogla më pas e shpërndajnë këtë kargo në portet të tjera rajonale dhe evropiane, të cilat nuk i kanë kapacitetet që ka për momentin porti MBM. Ju faleminderit. Ndërkohë, zoti Ardian Hanckaj, do donim shumë shkurt si konsiston në të vërtetë dhe konkretisht ndihma nga donatorët për arritjen e këtyre rezultateve të cilat Shqipëria dhe me të gjitha organet i kanë ndërmarrë tashmë në partneritet me shoqërinë civile në kuadër të reformave. Atëherë shumë shkurt. Për momentin
Bashkimi Evropian ndihmon qoftë punimet dhe projektet që kanë institucionet publike, për shembull Porti i Durrësit ose edhe Gruda Shqiptare nëpërmjet fondeve IPA. Pak nga pak po bëhet tranzicioni tek fonde që janë më të specializuara, edhe kjo është edhe një nga qëllimet tona, është të përgatitemi që kur këto fonde, kriteret e seleksionit të jenë të hapura edhe për kompanitë tona, të jemi gati për të përfituar. Kjo ka të bëjë edhe me vizibilitetin, të më thënë sa të dukshëm jemi në Bruxelles, sa të ndjeshëm janë vendimarrësit dhe politikbërësit në Bruxelles për nevojat tona, për profilin tonë dhe për mënyrën se si neve mund të aplikojmë. Kjo është dhe një nga punat që kemi bërë, për shembull, është falë dhe do të thosha lobimit që kemi bërë neve si organizat gjatë procesit legislativ në Bruxelles, që koridori 8 ekziston në hartën e TEN-T-s, për shembull rregulloren e 2024-s. Gjithashtu, përsa i përket vizibilitetit, për konektivitetin, një pikë e rëndësishme ka qenë edhe prezantimin në Munich Security Conference në shkurt. Edhe mbi gjitha e përmendjet zotërimin përpara, edhe i rolit geostrategjik që ka jo vetëm Porti i Durrësit, por dhe arteret hekurudhore, për të arritur, për të lidhur në këtë rast, siç e përmendi edhe drejtori Verdo, për të lidhur detin Adriatik me detin e Zi. Dhe desha ta mbyll me një nga synimet që kemi për momentin, gjithmonë në lidhje me partnerët e BE-s, është që puna që ne bëjmë konsiston në adaptimin ose në advokimin për një adaptim politikave, të instrumentave, të programeve, të projekteve, domethënë të këtyre donatorëve, për t'ia përshtatur sa më mirë nevojave të vendit, nevojat të kompanive tona, por edhe mbi gjitha objektivi që kemi për të qenë në BE në 2030, po ndoshta edhe më vonë. Shumë faleminderit. Ndërkohë, për ta përmbyll, do donim që të promovojmë sa më lart punën e cila bëhet nga organet shtetërore, partneritet publik-privat, shoqëria civile, akademia dhe aktorë të tjerë të sipërmarrjes të industrisë, të cilët janë duke ndihmuar në këtë proces që Shqipëria ka ndërmarrë me misionin Shqipëria 2030, në sajt e agjendës së konektivitetit të ndërlidhjes, të rrjeteve të transportit, energjisë dhe atyre digjitale. Shqipëria po progreson dhe për këtë Komisioni Evropian sapo ka publikuar dhe raportin e tij të progresit të fundit të datës 4 nëntor 2025 për organet të cilat kanë ndërmarrë një plan masash dhe veprimesh të koordinuara me organizmat e Bashkimit Evropian dhe më gjërë. Duke ju falenderuar, mund ta quajmë të mbyllur. Ju përgëzojmë të gjithëve dhe suksese. Zonë.